Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një aksident i rënd trafiku ka ndodhur sot në orët e hershme të mëngjesit në autostradën Ibrahim Rugova në drejtimin Prishtinë-Prizren. Por për të mësuar më shumë detaje, flasim tani në lidhje të drejt për drejt me gazetarën ton atje Nora Gjuzje, e cila ndodhet në vendin e ngjarjes. Nora, përshëndetje nëse po më dëgjon. Cilat janë informacionet që ke arritur ti marrësh në lidhje me këtë aksident? Përshëndetje për juve në studio dhe për gjithë shikuesit tanë. Jemi këtu në vendin e ngjarjes ku pikërisht në orën rreth orës 8:05 në mëngjesin e sotëm ka ndodhur një aksident trafiku në mes të dy kamionëve, ndërsa është ana tjetër ku gjithë çka ka qenë shkatruar, por policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes për të siguruar trafikun për gjithë udhëtarët, ndërsa një person ka kërkuar ndihmë mjekësore. Menjëherë policia ka dalur në vendin e ngjarjes dhe ka marrë të gjitha masat e ndërmarra. Mbrapa me, pra siç po shihni, ende është i kamioni i cili ka dalur nga rruga, ndërsa në pjesën tjetër kamioni tjetër është larguar me ndihmën e policisë dhe kompanive të cilët marrin masa për të siguruar gjithçka rreth trafikut këtu. Aksidenti ka ndodhur pikërisht në fshatin Novak, pra në dalje të Prizrenit, që është kilometri i 25, ndërsa në fillim autostrada ka qenë e bllokuar. Kjo për shkak se nuk ka mundur pra asgjë të lëviz, ndërsa menjëherë pra kur janë marrë masa tjera rruga është liruar, pasi kujtojmë që edhe sot grupe të saktuara, grupe të organizuara autostrada tashmë është e veshur kuqezi për gjithë protestuesit që janë nisur drejt Tiranës. Vetëm një person ka kërkuar ndihmë mjekësore nga policia, na është thënë që personi tashmë është liruar nga trajtimi mjekësor për në shtëpi. Kjo është gjendja momentale. Këtu ende ndodhet pra kamioni i cili ka dalur nga rruga. Policia është duke i ndërmarrë të gjitha masat që të lirojë në tërësi qarkullimin për të gjitha automjetet që kanë destinacionin e tyre, qoftë Suarekën apo qoftë edhe Prishtinën. Këto janë informacionet e fundit të cilat ne po i përcjellim nga vendi i ngjarjes këtu ku aksidenti ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit. Nora, faleminderit shumë për të linjë të drejt për drejt, urojmë që mos shohim më këso pamje. Policia njoftoi se brenda 24 orëve të fundit vetëm në rajonin e Ferizajt janë shqiptuar 30 gjoba ndaj shoferëve të cilët kanë përdorur telefonin gjatë ngasjes së automjetit. Policia sqaroi se këtë aksion e ka ndërmarrë pas fushatës disa ditore me motën 1 sekond në telefon mund bëhet shumë vonë, prandaj duart në timon e jo në telefon. Policia apeloi tek pjesëmarrësit në komunikacion që të përqendrohen në ngasjen e automjetit dhe të shmangin përdorimin e telefonit. Në pyllin e fshatit Zhiti në komunën e Podujevës janë zbuluar 3 plantacione të mbjella me gjithsej 525 bim narkotike të llojit kanabis sativa. Sipas policisë, pas marrjes së mostrave dhe me vendim të prokurorit përgjegjës, bimët e paligjshme bashkë me mjetet e përdorura për kultivim janë asgjësuar në vendin e ngjarjes. Sot në Tiranë bëhet protesta e thirrur mbarkombëtare nën motën Unë jam UÇK. Protesta është organizuar në mbështetje të krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Nga OVL e UÇK-s kanë konfirmuar pjesëmarrjen e mbi 70 autobusëve me ish ushtar nga Kosova për protestën e sotme në sheshin Skënderbej. Protestë me qëllim të njëjtë është mbajtur në shtator edhe në Hag e më parë në Prishtinë. Protesta e sotme në Tiranë është thirrur nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s dhe ka për qëllim të kërkojë drejtësi për të akuzuarit në Hag dhe të mbrojë vlerat e luftës çlirimtare. Gazmend Sylla, nënkryetari i OVL UÇK-s, në deklaratë për RTK-n vlerësoi se kjo pritet të jetë një nga protestat më të mëdha që nga përfundimi i luftës, duke theksuar mobilizimin e gjerë në të gjitha trojet shqiptare dhe në diasporë. E kena bërë gjitha veprimet e qërdash, do të thotë ju kena bërë shkresa institucione përkatëse për lejimin e shfrytëzimit të hapësirës publike, e pastaj policisë shtetit, shërbimit ambulantor, dhe gjitha atyre institucione që na duhet për mbarvajtjen e proteste ashtu me nivelin më të lartë. Dhe
Kam përfundu gjitha këto përgatitje, tani vetëm jemi të sheshi, edhe kjo bina, zërimi, gjona tjera, pothuaj se veç kanë fillu, po shumë shpejt do përfundojnë edhe jemi të gatshëm i pritë se gjitha ata pjesëmarrëse do të jenë pjesë në këtë protestë. Institucionet e tjera shqiptare kanë qenë në nivelin më të lartë, do të thotë të kryerjes detyrës tyre. Kemi le kërkesat tona që gjitha ato kërkesa që i kemi pas ato në kohë reale ju plotësu, po kemi pas lehtësira tjera që ju themi drejtën nuk e kemi kërkuar. E prandaj kanë qenë tepër nivel dhe i falenderojmë shumë sepse pa ta nuk kishim mujt me bë protestën ashtu nivel në çfarë ne po dëshirojmë sepse mendojmë se kjo protestë do të jetë më e madhe e organizuar në herë, edhe ky shesh ka mbledh më shumë të shqiptar në herë që nga koha pas luftës. Dhe për të parë nga afër se si po shkon kjo protestë, ne kemi ekipin e RTK-s atje, saktësisht kolegën time Donik Sherifi. Donika, përshëndetje nëse po më dëgjon. Si që duket nuk e kemi Donikën, kurdo që Donika është e gatshme, ne do të lidhim drejt për drejt, pra për të parë se si a ka nisë pra njerëz të shkojnë në protest në Tiranë. Vazhdojmë ndërsa me lajme të tjera, ish punëtorët e Rilindjes do të protestojnë sot në orën 12 pranë selisë Agjencisë Kosovare për privatizim. Ata do të kërkojnë pagesën e 20% të truallit prej 5.5 hektarësh, e cila sipas tyre është ende e papaguar. Kjo protestë organizohet për të kërkuar zgjidhje të menjëhershme për vonesën në pagesa që ka krijuar shqetësime të mëdha për punëtorët dhe funksionimin e ndërmarrjes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë përditësimin e të dhënave nga qendrat komunale të numërimit dhe nga vlerësimi i pakove me flet votimet të supozuara që i takojnë votimit me post për votuesit jashtë Kosovës. Sipas Valmir Elezit, zëdhënësit të KQZ-s, për votimin jashtë Kosovës i realizuar përmes postës, procesi i vlerësimit të pakove të supozuara me flet votime është drejt fundit. Sipas dhënave zyrtare nga 23 kuti postare, janë tërhequr 33.841 pako të supozuara me flet votime. Elezi sqaroi se janë aprovuar 29.000 pako me flet votime të diasporës, kurse janë refuzuar rreth 3.900. Dhe tani nga regjia më bëjnë me dije që kam në linjë të drejt për drejt kolegën time Donik Sherifi. Donika, përshëndetje nëse po më dëgjon. Për këtë protestë të thirrur për sot. Si që duket kemi probleme teknike, unë besoj që për shumë shkurt do të lidhemi me Donikën dhe do të mësojmë pra se a kanë fillu pra qytetarët të nisën për në Tiranë. Guvernatori i Bankës Qendrore ndërkohë, Ahmet Ismaili, ka takuar zëvendës drejtorin menaxhues të Fondit Monetar Ndërkombëtar Boli. Gjatë takimit, Ismaili paraqiti zhvillimet në ekonominë e Kosovës, përfshirë ecurinë e sektorit financiar, stabilitetin financiar dhe progresin në reformat strukturore. Në njoftimin e BÇK-s theksohet se takimi rikonfirmoi përkushtimin e përthellimin e partneritetit institucional ndërmjet BÇK-s dhe FMN-s në funksion të përmbushjes së objektivave zhvillimore dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike të Kosovës. Gjatë qëndrimit në Washington DC, delegacioni i BÇK-s do të vazhdojë takimet bilaterale me përfaqësues të lartë të FMN-s dhe Bankës Botërore. Gjykata themelore në Ferizda i ka dënuar me 13 vjet burgim unik një të pandehur për shkak të veprës penale në vazhdim sulm seksual dhe keqpërdorim seksual i personave nën moshën 16 vjeqe. I pandehuri KS akuzohet se në periudha të ndryshme kohore gjatë viteve 2012, 2013 dhe 2018-2022 ka ushtruar veprime të ndaluara seksuale ndaj 2 të miturva të moshës 12 dhe 14 vjeçare. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të takohet me presidentin e SBA-s Donald Trump në Washington, ndërsa Trump shqyrton nëse do të apajisë Ukrainën me raketa Tomahawk të afta të godasin thellë në Rusi.
Takimi midis Trump dhe Zelenski vjen një ditë pasi Trump tha se ishte bërë përparim i madh gjatë një telefonate me presidentin rus Vladimir Putin, me të cilët palët ranë dakord për bisedime ballë për ballë në Hungari. Trump tha se telefonata e parë me Putinin që nga mesi i gushtit ishte shumë produktive, duke shtuar se ekipet nga Washingtoni dhe Moska do të takohen javën e ardhshme. Ndërsa Zelenski mbërriti në SBA, vizita e tij e tretë që nga janari, ai tha se Moska po nxitonte të rifillonte dialogun sapo të dëgjonte për Tomahawkët. Zelenski ka bërthirrje SBA-s që t'i sigurojë Ukrainës raketat e përparuara, të cilat kanë një rrezë veprimi prej 2500 kilometrash. Duke shkruar në platformën e tij Truth Social pas përfundimit të telefonatës së tij me Putinin, Trump tha se ai dhe presidenti rus kaluan shumë kohë duke folur për tregtinë midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara kur të mbarojë lufta me Ukrainën. Trump tha se këshilltarët e nivelit të lartë nga dy vendet do të takohen në një vend të paspecifikuar javën e ardhshme me sekretarin e shtetit Marco Rubio që do të kryesojë delegacionin amerikan. Trump tha gjithashtu se do ta informoj Zelenskin mbi bisedimet e tij me Putinin të premten, duke shtuar se unë besoj se u bë përparim i madh në bisedën telefonike të sotme. Ai më vonë u tha gazetarëve se priste të takojë me Putinin në Hungari brenda 2 javësh. Disa orë para telefonatës Trump-Putin, Rusia nisi një nga sulmet e saj më të mëdha të vitit në Ukrainë, duke përfshirë 28 raketa balistike dhe 320 dronë sipas ambasadorës së Ukrainës në SBA. Gjatë fushatës së tij zgjedhore presidenciale, Trump pretendoi se do të ishte në gjendje të jepte fund luftës në Ukrainë brenda pak ditësh, por që atëherë ka planuar se zgjidhja e konfliktit ka qenë më sfiduese se çdo konflikt në të cilin ai është përfshirë që kur është kthyer në pushtet. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 13.